Qeveria ka miratuar aktin normativ për uljen e aksizës 20% te nafta dhe benzina. Ministri i Financave Petrit Malaj ka sqaruar se vendimarrja do të zbatohet në rast se çmimi i shitjes me pakicë, i përcaktuar nga Bordi i Transparencës, do të jetë mbi 220 lekë për litër për naftën dhe mbi 200 lekë për litër për benzinën. Për të marrë masa konkrete dhe të prekshme për të amortizuar efektet e prodhuara si rezultati i konfliktit në Iran, qeveria shqiptare sot ka ndërmarrë aktin normativ për të ulur aksizën, si rrjedhojë e rritjes së çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare, sidomos në 48 orët e fundit. Ky akt normativ parashikon uljen e aksizës me 20%, nëse rast se çmimi i shitjes me pakicë, i përcaktuar nga Bordi i Transparencës, do të jetë mbi 220 lekë për litër për naftën, mbi 200 lekë për litër për benzinën, tha ministri Malaj. Sipas ministrit Financave Petrit Malaj, ky akt normativ do të jetë në fuqi deri në stabilizimin e plotë të situatës të krijuar ndërkombëtarisht. Nafta pritet që të shkojë përtej kufirit të 220 lekëve, që automatikisht aktivizon uljen me 20% të aksizës naftës, sipas vendimit të qeverisë.